përplaset me ekuipazhin e avionit, pasagerit i kushton shtrenjtë sjellja e tij. Autoritetet në aeroportin e Nikos Kazantzakis të Heraklionit arrestuan një pasager i cili kishte shkaktuar shqetësim pasi kishte konsumuar alkool. Konkretisht gjatë fluturimit nga Gjenova për në Heraklion, 30 vjeçari me origjinë nga Zvicra dyshohet se është grindur me disa anëtar të ekuipazhit. Sipas informacioneve të raportuara nga mediat greke, buri refuzoi që të ndiqte udhëzimet e ekuipazhit. Piloti informoi autoritetet për incidentin dhe pas uljes, oficerët e policisë e pritën 30 vjeçarin zviceran dhe e prangosën.